Përshëndetje shikues të nderuar të magazines informative Infod, mirë se vini këtu në DTV Media. Vetëm për 8 muaj në Kosovë gjatë këtij viti kanë hyrë rreth 1 miliard euro nga remitencat e bashkëdhëtarëve tonë që jetojnë në diasporë. Derisa në anën tjetër kemi edhe ikje të rinjve jashtëzakonisht shumë, sepse para disa ditë Banka Botërore deklaroi që Kosova është vendi i parë në botë me të kurrjen më të madhe të popullsisë dhe pikërisht për këtë shkak të ikjes së të rinjve jashtë vendit. Për këto dhe temat e tjera do të flasim sot me Kushtrim Ahmetin, drejtor i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Kosovës, por së pari do t'ju njohim me lajmet e ditës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në një adresim për media në kuadër të samitit të Komitetit Politik Evropian që po mbahet në Danimark, ka thënë se ky samit do të jetë mundësi e madhe për të diskutuar rreth kërcenimeve që vijnë nga Rusia. Do të themi se vetëm uniteti nuk mjafton, ka nevojë të vazhdueshme për konsistencë për të marrë me agresor dhe diktator. Janë aktualisht dy rreziqe kyçe të sigurisë që janë duke ardhur kundër shteteve në kontinentin tonë. Një vjen nga Rusia, tjetra veçanërisht në rajonin tonë vjen nga sateliti i Rusisë, zgjatja e Rusisë në rajonin tonë, Serbia. Mendoj që është e nevojshme konsistenca nga BE-ja që të merren me të dy agresorët, sepse nuk mund ta trajtojnë njërin si agresor dhe tjetrin si partner të paqes, ka thënë ajo. Detyra Albin Kurti ka deklaruar se mos funksionimi i Kuvendit të Kosovës është dëm për vendin dhe humbje kohe. Gjykata kushtetuese ka thënë të martën që seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës nuk ka përfunduar pas zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb. Kjo gjykatë obligon po ashtu deputetët që të kryejnë edhe çështjen e zgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb brenda 12 ditësh, sipas afatit nga aktgjykimi i shkuar. Por sipas Kurtit, Kuvendit duhet të funksionojë edhe në këtë mënyrë, më që siç tha ai, askush nuk po ulet në karrigën e nënkryetarit të komunitetit serb. Ne duhet ta shohim atë në mënyrë të plotë për të dhënë vlerësimin ton, por ajo çfarë mund të them tani është se konsideroj që është humbje kohe dhe dëm që nuk po funksionon Kuvendi i Republikës Kosovës. Kuvendi i Republikës Kosovës e ka zgjedhur kryetarin Dim Albashën, i ka zgjedhur 4 nënkryetarët, Albulena Haxhiun, Vlora Qitakun, Kujtim Shalën dhe Emilia Regjepin. Askush nuk është duke zënë karrigën e zbrazët për nënkryetarin nga radhë të komunitetit serb. Është dashur që të vazhdoj puna e Kuvendit, sepse shteti i Kosovës nuk ka kohë për të humbur. Diplomati Gjok Kovi, dëshmitar i 4 i mbrojtjes së ish-presidentit Hashim Thaçi, ka përfunduar dëshminë në Hag në procesin ndaj Thaçit dhe të tjerëve. Në ditën e 3 të dëshmisë së tij, ai tha se asnjëherë nuk ka parë diçka që do ta bënte të besonte se Thaçi po përpiqej të merrte pushtetin duke kryer krime ndaj kundërshtarëve të tij. Dhe duhet të shtoj dhe histori që nuk kam ditur sa kohë, pasur një raport që ai mbante municione në male. Unë s'kam parë një provë që të ketë ndodhur kjo rregullisht. Po ky ishte ideali i ri, ambicioz, e bëri këtë një herë, sepse donte të arrinte diku. Sigurisht që është normale ta ketë bërë këtë sepse ai kërkonte të çimentonte pozicionin e vet. Nuk mendoj se kjo cënon gjykimin ton, apo ndryshon gjykimin ton, sa i takon marrëdhënies që ka pasur me komandantët e UÇK-s, komandantët e terrenit të UÇK-s. Dhe as nuk kontradikton gjërat që ka thënë publikisht, që janë publike, ku ka advokuar në fakt për të mos pasur akte dhune dhe të mbroheshin pakicat.
Në muajin tetor i njohur ndërkombëtarisht si muaji roz, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë ka nisur fushatën sensibilizuese kundër kancerit të gjirit. Kjo nismë synon ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e parandalimit dhe zbulimit të hershëm të kësaj sëmundjeje, e cila viteve të fundit po prek qindra pacient. Fushata sensibilizuese e këtij viti vendos në qendër nevojën për kontrollet e rregullta, qasjet e barabartë në shërbime dhe kujdes më të mirë për pacientët, derisa motoja e këtij tetori është me ty fillon parandalimi. Jemi të bashkuar sot për të hapur muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, muajin roz. Muaji i vetëdijsimit për kancerin e gjirit është fushatë vjetore ndërkombëtare që synon edukimin për rëndësinë e shëndetit të gjirit, për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit te gratë dhe burrat në gjithë botën. Motoja e fushatës këtë vit është me ty fillon parandalimi. Një mesazh i qartë pra që tregon se secili nga ne ka një rol të rëndësishëm. Në Kosovë, vetëm në vitin 2024, janë regjistruar 640 raste të treja, shumica gra, por edhe raste të burra. Kjo fushatë nuk është vetëm e institucioneve, është dhe gjithë neve, e secilës dhe e secilit prej nesh, vetëm të bashkuar si shoqëri mund të ndryshojmë statistikat dhe të shpëtojmë jetë, të shpëtojmë më shumë jetë. Në një vizitë krejt të rastishme, unë në klinikën e radiologjisë zbulova se jam e diagnostifikuar me kancer në stadin e parë. Dhe natyrisht mendimet janë të ndryshme në momentin kur dikush të thotë se je me kancer dhe ai është malinjoz, jo benin. U ballafaqova me një sfidë, mund të them për veten time, të lehtë. Unë këtë faktimin, dash të mirë, dash të keq, e kam kthyer në mision. Dhe ky mision është që secila vajzë dhe grua të kontrollohet, të bëj check-ups të rregullta, edhe pak vite kam ditëlindje, në muajin tetor jam diagnostifikuar, e muajin tetor do e shfrytëzoj që maksimalisht t'ju them të gjithave mos u friksoni. Komisioni i pavarur i mediave ka marrë kryesimin e rrjetit mesdhetar të autoriteteve rregullatore të mediave, duke u bërë një koqëri asamblesë 24 plenare të këtij rrjeti që po mbahet me 2 dhe 3 tetor në Prishtinë. Kryetari i KPM-s Besnik Berisha mori presidencën e këtij rrjeti nga homologu i tij nga Armenia, Higrar Hakobajan, duke vendosur Kosovën në qendër të dialogut dhe bashkëpunimit rajonal në fushën e rregullimit të mediave. Me këtë rast Berisha tha se komisioni duhet të zgjerojë perspektivat, sipas tij, detyrat kryesore është forcimi i pavarësisë së rregullatorit. Në Mitrovicën e Veriut është hequr tabela Kosovska Mitrovica me mbishkrim çirilik. Në vend të saj, autoritetet komunale kanë marrë vendim që të vendoset tabela me emërtimin shqip të Mitrovicës. Këtë e ka konfirmuar Visar Sylla, shef i kabinetit të kryetarit Erden Atiq. Ai ka theksuar po ashtu se përveç tabelës do të vendoset edhe logoja e komunës. Shikues nderuar, pas këtij bloku të lajmeve, tani është koha për bisedën në studio me drejtorin e dhomës së tregtisë dhe industrisë së Kosovës, zotin Kushti Mahmeti. Zoti Mahmeti, mirë se erdhën në InfoD. Mirë se gjej. Zoti Mahmeti, sot Banka Qendrore publikoi një raport në të cilin paraqet të hyrat nga remitencat nga diaspora. Ishin ofër 1 miliard, domethënë 928 milion. Si e keni parë ju këtë ku diaspora vazhdon të jetë njëra prej themi kështu investitorëve më të mëdha në Kosovë, duke fut parën më të madhe në Kosovë? Në fakt, rritja sa më madhe e remitencave në njërin anë kallëzon edhe rritjen e nevojës për financim që kanë familjet kosovare, të cilat një pjesë e madhe e tyre varen nga, themi këtë rast, nga remitencat. Dhe kjo kallëzon që gjendja ekonomike në vend nuk është më mira mundshme, dhe ne e dim gjithë që po përballemi me një rritje të vazhdueshme të çmimeve.
shkaku fillimisht i rritjes së energjisë elektrike që ishte 16.1% për gjithë konsumatorët e rregulluar të energjisë dhe më pas edhe liberalizimin e tregut të energjisë, gjithashtu edhe rritjen e madhe të importit, dhënat e fundit tregojnë qartë që kemi një rritje të madhe të importit të produkteve që vinë në Kosovë, po anën tjetër kemi një ulje shqetësuese të eksporteve tona dhe gjithashtu kjo kallëzon që kemi një ulje të prodhimit vendor karshi atij që vjen nga importet dhe kjo kallëzon pastaj nevojën sepse kur importojmë ne gjithmonë importojmë edhe inflacione dhe forma të tjera të shtrejtimeve që ndodhen në këto vende ku bëhet prodhime dhe kjo normalisht ndikon pastaj edhe në këtë kërkesën e madhe të familjeve për të pasur mbështetje nga diaspora jonë. Po, edhe këtu është nga sipas vlerësimit preliminare edhe kësaj radhe del që muaj veror, domethënë muajt e verës, gushti, korriku janë me tyrat më të mëdha nga remitencat e diasporës. Mendon që këto remitenca po shkojnë drejtim dur apo po përdoren më shumë vetëm për konsumim. Domethënë në këto kohë kur vinë bashkëdhëtarët në pushime dhe themi e qarkullojnë atë ekonominë gjatë atyre muajve, por që nuk prodhon. Kjo është ndërlidhja që e bëra me çmimet e produkteve, sepse pjesa dërmuese e remitencave shkojnë në këtë pjesë, domethënë për konsumim. Nuk shkon për ndonjë investim, fatkeqësisht pjesa dërmuese edhe të mjeteve të investimeve të jashtme që vinë nga diaspora, pa ato po shkojnë në investime në blerje të patundshmërive. Këta po shkojnë në ekonomi që për ndryshe quhet edhe ekonomi e vdekur, domethënë nuk po shkojnë në investime në hapje të vendeve të punës ose hapje të fabrika dhe forma të tjera në vendin tonë fatkeqësisht dhe kjo normalisht e shkakton këtë telashën e madhe që ne po varemi jashtëzakonisht shumë nga diaspora, po varemi për të keq sepse gjithë ato mjete jemi ka i eksportojmë jashtë duke bërë sepse po rritet importi në vendin tonë dhe po eksportojmë jashtë. Domthonë parat tona të cilat po i binë mërgjimtarët tonë që po i fitojnë atje me djerës, po i bartën në vendet e tjera të cilat po i binë eksportin, po s'po i mbajmë në vendin tonë. Prandaj ka hapje të shumta të marketeve, por jo fabrikave. Sigurisht ka probleme. Çka duhet bërë që këto mjete, këtë shumë të madhe të parash që e bjen diaspora kosovare të rikthehet në domethënë në investim që gjeneron punë, gjeneron domethënë prodhim, çka duhet bëhet, ku duhet jetë fokusi i shtetit, cilat janë ç'a duhet me bëj shteti në këtë rast, që të mos e lej këtë para të shkoj vetëm në konsum edhe jashtë vendit, sepse tu e di që ne po e thekson edhe ju që vetëm importojmë. Shumicën po them. Shiko, fatkeqësisht gjitha qeveritë kanë dështu të bëjnë një politikë të qartë për të nxitur investimet e jashtme, në këtë rast investimet nga diaspora. Duhet ta kemi të qartë edhe një gjë që kemi përsëritur gjithkohën. Nuk mundemi ne të sjellim investitor të jashtëm nëse nuk arrim të mbrojmë dhe të sjellim investimet nga diaspora. Konsiderojmë të dështuar totalisht formën tjetër andaj. Sepse çdo investitor i jashtëm, i cili nuk është mërgjimtari joni, automatikisht ai do të marrë informacionet si është situata këto dhe nëse sheh që mërgjimtarët tonë cilët kanë arritur një sukses jashtëzakonisht madh në vendet ku ata jetojnë dhe veprojnë atje, nuk po vinë me der kapitalin e tyre për investime, atëherë thotë pse do të vijnë të investojnë në një vend ku ai s'po shkon me vendin e vet me investu. Prandaj ky është një problem shumë i madh për të cilën qeveritë e një pasnjëshme nuk kanë pasur një fokus të qartë për të krijuar incentiva të ndryshme dhe pozitive për investitorët. Edhe ata që janë përballën këtu me një mori të lashësh jashtëzakonisht të mëdha, me një mos mbështetje nga institucionet, e sidomos tashmë në këtë periudhën ku do na me hinë edhe në libër Guinnessit duke mbajtur duke qëndruar pa kovend funksionale dhe pa qeveri funksionale, tashmë jemi edhe në zgjedhje, kemi hinë edhe në fushatën e zgjedhjeve lokale, as komunat nuk po arrin me ndihmë. Kurrë sepse gjithë fokusi është atje, domthon kanë mbetur thjesht jetim duke pritur gjithmonë vetëm ndihmën që ne si shoqata të bizneseve mund për atë sa mund t'ja japim këtyre bizneseve që i kemi në Kosovë, po jo dikush tjetër. Po, megjithatë përveç këtyre që i përmend është edhe shumë herë kanë shkaktuar polemika ose reagime edhe deklaratat e krerëve që jemi pra këtë luftës, jemi të rrezikuar, edhe këto kanë bërë që investitorët të shprehin një hezitim të vinë në Kosovë, duke parë ndoshta edhe pjesën veriore gjithmonë me disa aksione, domethënë të tilla që sigurisht përshtris edhe anë liçmerin, por që i ka pengu? Fatkeqësisht përdorimi i këtyre termave për një arsye politike po sjell jashtëzakonisht dëmtime të mëdha në të ardhmen tonë ekonomike, për shkak se gjithë bota
dhe të gjithë investitorët në këtë rast nuk shkojnë në ato vende ku paralajmërohet luftë, sepse do të humb kapitalin, do të del kapitalin për të investuar dhe pasur fitimin e vet, siç është kjo normale, po nuk shkon në atë vend kur themi e ka. Domthonë ne kemi raste kur biznesmenët ose mërgjimtarët tonë që kanë ardhur në vendin tonë dashur me mujt të tërë për të lutur themi partnerin e tyre, cili do të qoftë i cilit vend, për me arë në Kosovë, për shkak se ai nuk ka pranuar me arë nga Afrika, ka thonë sepse unë po shoh në lajme se udhëheqësit e juaj po paralajmërojmë që ka luftë. Pse unë të vi me luftu atje, pse unë me arë me vdek atje, me humb jetën time për një diçka që s'ia vlen, edhe dashur një kohë gjatë për mi bind partnerët e tyre me arë në Kosovë, me pa që në fakt nuk ekziston, është vetëm term politik ose për nevoja të ndryshme që përdoret politika dhe normalisht për ato po them gjithmonë kemi kërkuar nga cili do politikan që ka marrë pozicionin që me pas jashtëzakonisht shumë kujdes kur përmend terma të ndryshëm, sidomos ata që lidhen me luftën ose format e tjera, të cilat ndikojnë jashtëzakonisht shumë, sepse edhe ashtu fatkeqësisht perceptimi për investime në Kosovë nuk është më i mirë mundshëm dhe për të arritur ose ndryshuar këtë perceptim duhet të ketë kujdes shumë të madh në pjesën e deklarative, sepse ndoshta ne që jemi brenda shpesh nuk i marrim fort parasysh deklaratat e politikanëve, po jashtë investitorët ose njerëz të jashtëm i marrin jashtëzakonisht me shumë seriozitet, sepse thotë ajo është udhëheci në dikasteri ose në institucione dhe ajo është i përgjithshëm për atë pjesë që thotë. Po, megjithatë kemi institucione dhe është vlerësuar domethënë aspekti ligjor, baza ligjore që është e mirë në Kosovë për të investuar. Pse ka domethënë përveç atyre që i përmendet, kemi kjesën e cila merret me sjelljen e investitorëve dhe promovimin e Kosovës. Sa po bëhet në këtë rast në promovimin e qytetëve të mira që i ofron Kosova për të ardhur investitorë, qoftë për të investuar në turizëm, qoftë për prunë fabrikat që mund të prodhojnë domethënë produkte të ndryshme, sa po bëhet në fakt në çdo aspekt, që me promovu mundësinë që i jep Kosova. Shiko, nëse shihni edhe dikur i kemi quajt, domthonë BE ka quajt raporte progresit, ashtu në raporte për vende që publikohen për çdo vit, nëse shihni Kosovën, ne qëndrojmë mirë sa i përket themi aspektit ligjor, themi ligjet janë rregull, po problemi është respektimi i tyre, funksionalizimi i atyre ligjeve. Tani, sidomos në këtë periudhën e fundit kemi parë edhe një mos komunikim të duhur në mes vetë institucioneve. Janë një mori të lashës që ka ndodhur që nëse njëra pale ka zgjidhur të lashë, pala tjetër që dosh me zgjidh të lashën që ndërlidh me tonë nuk e ka zgjidh fare. Domosdoshmë s'ka pas fare komunikim në mes të dy parëve dhe kjo normalisht ka shkaktuar atë gapin e madh pastaj në zgjidhjet të lashëve dhe këto të lashë fatkeqësisht po shkojnë vetëm duke u thelluar sepse askush s'po merret më me to. Sidomos jo më tashmë në këtë periudhën që kemi mbetur kështu pa qeveri dhe pa kurrë. Administrata kryesisht ka të pamundur sepse janë një mori të lashësh edhe në çështjen e kompetencave, shumë kompetenca janë barë themi në pjesën e ministrave ose ministreve që i drejtojnë dhe në momentin që ato nuk janë, askush nuk ka më kusht të merret me atë çështje, krijon pastaj pasiguri në funksionimin dhe sidomos në marrjen të themi vendimeve të ndryshme që duhet edhe që janë të rëndësishme dhe që janë shpesh edhe urgjente të merren. Po, sa e ka vështirësu të bërit biznes edhe ai ka rreziku bizneset aktuale edhe rritja e çmimit të energjisë për të gjithë konsumatorët, por të njëjtën kohë edhe kalimi në treg të lirë. Cila është domthonë tash pas më shumë se 2 muajve prej se kanë dalë bizneset në treg të lirë. E para, pjesa konsumatorëve të rregulluar e ka pësuar një dëm të madh fillimisht me rritjen e çmimit të energjisë prej 16.1% për cilën ne kemi kundërshtuar dhe fillimisht kur ishte vetëm 15% dhe duket që zërreja kur e pa që po kemi reagime tash pa e vendosit kundërtën e rriti më shumë e bani 16.1%. Dhe kjo është një paradoks i çuditshëm sepse si ky vendim, po ashtu edhe vendimi për liberalizim të energjisë është marrë në një periudhë ku Kosova nuk ka institucione. Dhe siç e dimë, zërreja me ligji përgjigjet kuvendet të Kosovës. Dhe një prej kërkesave tona ka qenë që ky proces të shtyhet fillimisht deri në vitin e ardhshëm, sepse duhet vjen vit kalendarek të nisë, sidomos në ekonomi është jashtëzakonisht shumë e rëndësishëm. Dhe në anën tjetër të nisin, sepse dy proceset nuk janë mirë të analizuara nga vetë zërreja në këtë rast. Për shembull, në rastin e 16.1-shit, kemi kompani të cilat i kanë kërkuar zërrejës që të rrisin kapacitetet e tyre të prodhimit të energjisë në këtë rast nga panelet solare. Dhe zërreja ka thonë bizneset, jo ti nuk mundesh me rrit këtë kapacitet, edhe bile madje ideja e kapaciteteve të rritjes domosdoshmë nuk ka qenë për me shit, ka qenë më shumë për me shkarku kërkesën e marrjes së energjisë në rrjet, në mënyrë që të prodhoj vetë sa do kudo të shpëtoj një pjesë të energjisë që mos të ketë këtë gapin e madh, problemin e madh që kemi ne në mungesë të mos ketë import shumë të madh. Kjo është ideja. Edhe zëre ju ka thonë bizneseve zyrtarisht ju
për shembull kemi disa raste ku thonë nuk mundeni nuk mundemi dhënë më shumë leje për shkak se ju e keni arrit themi atë konsumin maksimal. Atëherë kërkesa e dytë ka qenë mirë dhe atëherë apo na lejon të arrisë më shumë konsumin jo se rregulloret e mia nuk ma lejon gjatë të tillë. Domthonë një për arsyeve kryesore që është vendos nga zërreja për të arritur çmimin 16.1% ka qenë mungesa prodhimit të mjaftueshëm vendor. Shikoj çfarë situate jemi. Në një anë i kanë penguar, tjetrën thonë që nuk ka. Po. Arsyetimi kryesor i zërrejës ka qenë po e rriti çmimin e energjisë 16.1%, shkaku se ne kemi themi prodhim të pamjaftueshëm të energjisë me aq sa kërkon tregu në Kosovë dhe kështu që duhet ta bëjmë rritjen e çmimit për me mbulu importin. Siç e dini ne kemi 2 telashe të mëdha ose 2 gjëra negative që ndodhen këtij procesi, përpos dështimit themi disa herë tashmë të termocentralit të ri i cili prapë shihet dhe prapë them po shihet që është e nevojshëm të bëhet për shkak edhe të situatës që jemi. E patëm dështimin e baterive i cili u kthy po fatkeqësisht përkundër që ne kemi kërku zyrës së presidentës Osmani që të na jap sqarime sepse kemi marrë disa informacione që projekti i baterive ose marrëveshja e baterive nuk është e njëjta me atë që ka qenë e para, pasi që dështoj themi, po ka ndryshime në të. Cilat janë ndryshimet? Kjo është problemi. Apo nuk e dini janë të fshehura. Ky është problemi. Ne kemi marrë disa informacione themi jo zyrtare, që ka disa ndryshime, të cilat nuk janë gjithmonë të favorshme normalisht, sepse ne e dimë çdo marrëveshje që rikthehet prap nuk e ka të njëjtën pozitivitet që e ka marrëveshja e parë. Po fatkeqësisht deri më sot zyra presidentes nuk ka dhënë një sqarim edhe një detaj për këtë çështje nëse ka si jo dhe çka përmban. Gjithashtu ju dini ne kemi edhe dështimin ose anulimin që bën projektit ose ofertës që i dha SBA-ja Kosovës për të furnizuar me gaz, që konsideroj që një pjesë të mirë të kërkesës për energji e kishte zgjidhur. Një problem tjetër për të kaluar pastaj tek liberalizimi është bllokada jashtëzakonisht e paarsyeshme dhe jashtëzakonisht e gjatë që po bëhet në numër të madh të bizneseve, përfshirë edhe ato që dojnë me investu në panele solare dhe prodhim të energjisë pas në këtë rast nga era me mollejt, është ligji për pronën publike i miratuar në fund të 2023 në orët e mbrëmjes, e i cili është i çuditshëm si ligj, sepse në vend se këtë ligj, i cili është kryesisht më shumë për çështje ekonomike, duhet ta miratonte Ministria e Tregtisë në këtë rast, e ka marru themi nga fillimi Ministria e Drejtësisë. Dhe kjo ka shkaktuar cila u lidhja Ministrisë së Drejtësisë me ekonominë. Ky ka qenë apo se i kanë tash Ministria e Ekonomisë me bërë ligj për drejtësi. Tash, kjo kallëzon çfarë situate kemi, domthon marrje të kompetencave të panevojshme nga një institucion dhe bartje të dikush tjetër që s'ka fare lidhje me ato kompetenca. Dhe çka ndodh tash telashi është që disa vjet janë bizneset janë bllokuar totalisht. Shumë biznese për shembull kemi pas disa takime me zyrën e kryeministit për këtë çështje, sepse kemi arritur për një angazhim jashtëzakonisht të madh dhomës me angazhimin edhe të ekspertëve që i kemi ofruar institucioneve, kemi arritur që të bëjmë rregullore të cilat do ta formonin një zyrë për menaxhimin e pronës publike, siç e ka përcaktuar ligji për pronën publike në kuadër të zyrës së kryeministit. Mas saj ka ndodhur një telashe tash tjetër ku për shembull është udhëzimi administrativ për dhënien e pronave me qira, i cili është i Ministrisë së Bujqësisë, e i cili është vonuar jashtëzakonisht shumë për të punuar fillimisht dhe pastaj për të futur në miratim. E në anën tjetër, ai ligj ka bllokuar Agjencinë e Pyjeve, e cila aktualisht me ligj menaxhon të gjitha pronat shtetërore ose shoqërore në këtë rast, jo ato që menaxhon AKP, Agjencia e Privatizimit, po flasim për shembull për pyje, lëndina dhe gjëra të tjera që janë vetë prona shoqërore. Dhe kjo pastaj tash ka shkaktuar se kanë mbetur mbi 4000 kërkesa vetëm për vazhdim të punëve nga bizneset të ndryshme ose kërkesa për hapje të themi marrje të. Kjo pastaj bullokada ka shkaktuar një rrezik jashtëzakonisht madh për vendin tonë. Se nuk mund jau jep. Sepse ligji për pronën publike, çka ka ndodhur kur është bërë ligji për pronën publike, ja ka marrë ka pak kompetenca për shembull në këtë rast Komisioni Pavarur për Minera dhe Minerale, ja ka marrë një pjesë të madhe të kompetencave Agjencisë së Pyjeve të Kosovës. Po në anën tjetër, kur u bë ky ligj, nuk është ndryshuar ligji për Agjencinë e Pyjeve. Dhe çka ka ndodhur? Ka ndodhur tash konflikti ligjeve. Agjencia e Pyjeve ka thonë nuk e lejon, ndërsa ky ligj i ri ja u jep dhe ky ka qenë ligji i ri nuk e lejoi ka Agjencinë e Pyjeve me dhon.
pronën, e ligji i vjetër me cilën normalisht edhe është ende në fuqi, punon agjencia e pyjeve. Sepse nuk është shfuqizuar. Absolutisht, ky ka qenë problemi, sepse fillimisht është dashur me marr ligji i vjetër i agjencisë së pyjeve, i cili ka pas afërsisht, nëse nuk gaboj, rreth 8 muaj, i cili ka qenë i ndryshuar 8 muaj përpara, dhe kjo ka qenë çudia tjetër që pse atëherë nëse e ke ditë që kemi botë një ligj tjetër, pse e ke dhënë të njëjtat kompetenca agjencisë së pyjeve? Ose do duhet të amendamentoj ligjin për agjencinë e pyjeve që të integrohet. Prandaj ky ka qenë problemi. Tash çka është bë? Okej, u arrit disi ta bëjnë një zgjidhje për me zhblloku. Tash jemi ende në pritje për me një fuqi udhëzimi administrativ për cilën ne ne angazhojmë jashtëzakonisht madh me një numër të madh të takimeve që i kemi mbajtur me grupet punuese në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë për me zhblloku, sepse situata është edhe më e rëndë pastaj sepse ne jemi duke u paralajmëruar vazhdimisht se vendi mund të shkojë në arbitrazh. Sepse në kuadër të qytetëve dhënies së pronave me qira janë edhe disa kompani që janë zgjedhur si investitor strategjik për investime në energji të pastër. Dhe një prej themi angazhimeve ose premtimeve në letër të shkruar normalisht nga institucionet tona ka qenë që do t'i jepet edhe prona në shfrytëzim. Dhe mungesa e pronës e ka rrezikuar investimin sepse ai s'ka ku investon. Sepse shteti ka dhënë një premtim të tillë. Tash çka po ndodh është që situata është më e keqe kur e kanë pa shtetet e rajonit që këtu bizneset janë blloku, kanë filluar tashmë që një kohë të gjatë, po dërgojnë bizneseve tona, qofshin ata investitorë, qofshin e biznese vendore, po dërgojnë oferta për bartje të prodhimtarisë të tyre ose biznesit të tyre në vendet e rajonit, sidomos Shqipëria dhe Maqedonia janë jashtëzakonisht të angazhuara në këtë proces. Sidomos edhe pas vendimit për daljet në dilemë. Kjo tani veç e ka rrit më shumë. E ka rrit kërkesën. Absolutisht. Ky është problemi, sepse po të kishim ne investime më shumë dhe prodhim më shumë të energjisë brenda vendit, kjo pastaj kish pas një impakt pozitiv, sepse e kish ul kërkesën dhe nuk e kish pas më arsyen zërreja me rrit çmimin 16.1%. E dyta që ndodhe që ishte edhe më rënd pastaj pasojë të cilëve vetëm kemi filluar sepse janë mujt e parë tashmë, pasojë të cilëve po fillojmë është liberalizimi i totalisht i padrejtë dhe konsideroj me një numër të madh shkelje të cilat i kanë. Pse i padrejtë, Zemil na tregon sepse edhe bizneset kanë thënë që na jemi pro daljes në tregun e lirë energjetik. Por jo tash. Pse jo tash? A mund ta shpjegosh sigurisht cilat janë dëmët edhe çka ka bërë qeveria kryen veti? Të themi kështu ta quajmë, për dalë në tregun e lirë energjetik. E para, du ta kemi të qartë sepse unë di që ne si shoqata të biznese, po dhe vetë biznesi jemi ataku jashtëzakonisht shumë për politikës dhe për këtyre segmenteve politik nëpër internet që po na kritikojnë vazhdimisht se ne jemi kundër sepse s'po na konvenon. Ta kemi një gjë të qartë. Ligji është nga viti 2016 dhe këtu për pjesën e ligjit dhe përmbajtjen e ligjit unë nuk e fajsoj politikën aktuale. E fajsoj ata për fillimin që kanë bë. Prandaj për 2016 për shkak se s'ka qenë rregulla i ligj, edhe nuk ka mujt me nuk ka mujt me funksionu sepse s'ka pasur garë si duhet. Ligji është shtyn vazhdimisht kërkesa ose për plani për daljen në treg të hapur i bizneseve është shtyn. Dhe llogaritë tash në këtë grupin e bizneseve kemi biznese të cilat janë start-up. Vetëm se i ka pas 50 punëtor. Llogaritë taj si ai mund të thash me pagu një faturë e cila është trefishme është rajt. Domthon, fillimisht ka pasur vetëm një kompani që ka ofruar çmime të energjisë. Nëse flasim për liberalizim të energjisë elektrike, atëherë s'është liberalizim. Po do duhet ishin se paku ta zëm 3 për pjesë. Çka ka ndodhur? Mirë, po pse pra kjo është bërë? Pse është dashur sparit të dilet në treg të hapur dhe pastaj të licencohen domethënë operator. Po ky është problemi sepse fillimisht okon vetëm Kesko që ka ofruar çmimin, edhe çmimi i saj ka qenë 260 euro. Mbadje çka ka qenë situata? Është monopol. Absolutisht, s'ka tjetër. Prandaj, çka ka qenë situata tjetër është kur e ka thirr biznesi, e ka thonë unë jam i gatshëm ta pagu 260 euro ty megavatin, ama siguron ti mua energjinë elektrike 24 orë, Kesko ka thonë jo s'mojmë me ta siguron. Atëherë për çfarë sigurie, për çfarë liberalizimi të energjisë? Domthon, këtu fillimisht zëreja nuk e ka bën një analizë të thokë se në çfarë gjendje është sistemi energjetik. Po flasim në aspektin teknik dhe ju e dini për çdo masdite na marrim informacionet ose planifikimet e KEC-it për investime që duhet të bëjnë intervenime në rrjet sepse rrjeti nuk është në gjendje të rregullt. Dhe sot janë raportuar vetëm themi reduktimet e para qoftë nga moti i keq, qoftë nga fillimi themi i rritjes së kërkesës për energji elektrike dhe ka pasur reduktime sepse në Prishtinë nuk keni, por në vendet e tjera
tjera e nin. Edhe madje edhe sot e kësaj dite, bizneset cilat kanë dalë në treg të hapur nuk e kanë sigurt prapë si energjinë elektrike. Dhe shumica prej tyre kanë dashur prapë të angazhojnë përpos që janë dalë në mënyrë se çu janë dalë, është dashur të blejnë derivatet e naftës dhe dashur të marrin ose me qira ose të blejnë ose nëse i kanë të vetë gjeneratorët për mi pas sigurt me funksionu, sepse ka disa makineri të cilave u duhen nëse çe makineri ndalet në mënyrë të dhunshme, sepse ndalja e energjisë bëhet në mënyrë të dhunshme, automatikisht asaj duhet goxha një kohë gjatë për të rifunksionalizuar dhe për të punuar. Dhe kjo normalisht shkakton ndan. Të humbjet janë tani pastaj të mëdha. Dhe çka ndodhi pastaj kur ishim javën e fundit para nisjes së procesit, para një qershorit, kur ishte hyrja në proces të liberalizimit, çka ndodhi? Atëherë filloi sikur puna e pazarit, edhe dolën 7-8 kompani grumull që aty banën edhe morën licenca. Kur e sheti përmbajtjen e tyre mrapa, asnjë prej tyre nuk e din askush i përfaqëson, e as cila është përvoja e tyre. Liberalizim nuk mund të shtash ti nuk është operatorë që s'kan kryer kur tregtim energji. Prandaj, domthon, na kemi kërkuar kon spari shtynje procesin deri në janar. Tani ju tregoj pse kemi kërkuar një arsye për me shtynje janar. Edhe banja, hajde po him diskutime bashkë, këtë po morën pjesë, po i ofrojmë, ne jemi kanë gashëm i ofru edhe ekspertizën e ekspertëve të ndryshëm cilët kemi bashkëpunim, qoftë që kemi antarë ose edhe që si kemi antarë, po kemi bashkëpunim me ekspertë pavarur, për minimu zërreje, sepse do ta kemi një gjë të qartë. Edhe prej zërreje, sikur në shumë institucione tjera, kanë ikur shumë njerëz të profesionalizuar dhe sot zërreja ka mungesë të stafit dhe njerëzve profesional. Atëherë tash është dilema tjetër, kush ka me bë kontrollimin se si funksionon liberalizimi i tregut. Kur vetë zërreja nuk ka staf të mjaftueshëm. Ktu s'ka pasur një gatishmëri fare nga zërreja me diskutu këtë çështje. Kanë refuzuar vazhdimisht në mënyrë totale, domethënë, dhe nëse e sheti, fillimisht na patëm na kemi çu dy padi në gjykatën themelore, domethënë padia e parë ka qenë themi kërkesa parë, si një kërkesë një padi, kërkesa parë kanë për me pezullu procesin dhe padia kundër zërrejës për shkelit që ka bo. Padia ende nuk është shërtu, për themi pezullim, ka qenë një përgjigje e cila na u ka dhënë neve që këtë çështje duhet bizneset ta ndjekin vetë dhe andaj pe atij momenti ne kemi kërkuar gjitha bizneseve tona antarë dhe jo antarë që të nisin vetë luftën për këtë çështje. Dhe nëse e shihni në një prej vendimeve të fundit, i cili për një kohë e bllokoi liberalizimin e tregut, që është shumë i çuditshëm edhe në aspektin juridik, që duhet ta shikojnë juristët këtë çështje se si po merren këto vendime, është shkalla e parë kur e bllokoi procesin e liberalizimit, janë njohu edhe dëmet që e ka shkaktuar procesi i liberalizimit kompanisë. Shkalla e dytë e hoçi i dha të drejtë zërrejës me vazhdu procesin, po në anën tjetër janë njofti dëmet. Domthon çka është kjo e çuditshme ku një vendim ose një veprim i dëmshëm i cili e ka dëmtu biznesin po e lejon me vazhdu, e në anën tjetër po e një biznesi dëmet që ka shkaktuar liberalizimin. Kjo është për çuditë paradoks, sepse nuk mund diçka që shkakton dëm tjepet dhe të vazhdohet sërish. Sigurisht. Cilat janë dëmet kushtrim të kompanive nëse i keni dhona, domethënë tash preliminare themi në këta 2 muajt e kalum, a ka kompani të cilat e kanë zvogëluar numrin e punëtorëve, a ka kompani që e kanë zvogëluar numrin e prodhimit, a ka kompani të cilat po shqyrtojnë mundësinë e daljes për të operu qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni apo një vend tjetër ku është më i leverdeshëm, qoftë për aspektet energjetike po edhe aspektet tjera? Shiko, pse kemi kërkuar ne mos me nis në këtë periudhë, ka qenë, do ta kemi një gjë parasysh. Bizneset tona në Kosovë, të cilat kryen shërbime ose bëjnë eksporte për vendet e tjera me kontrata, ata kanë specifikuar edhe çmimet. Dhe nuk mundin ata tash në mes të qershorit me nrru çmimin e produktit ose çmimin e shërbimit. Prandaj ne kemi kërkuar që le të shtyhet në janar 2026 në të nisë me vitin kalendarik ekonomik siç njihet ekonomi. Sepse në atë moment përfundon kontrata deri në dhjetor, themi, edhe nis kontrata e re dhe në kontratën e re mundet me diskutu pastaj kushtet dhe me thonë atij biznesit atje ose partnerit që mund do të me rrit çmimin për produktin ose shërbimin për shkak se është rrit çmimi i energjisë dhe ma ka rrit koston. Dhe kjo tash ka pamundsuar, tash biznesi janë në hall të madh. As nuk po munden për shembull me rrit çmimin, sepse automatikisht megjithatë ka pas rritje të çmimeve të produkteve. Është e vërtetë, është e vërtetë. Ju e dini jashtëzakonisht shumë të shumë produkteve. Madje pa të hyrë nëse ka pa qenë më herët, por pa të ndërhyrë edhe kryeministri edhe të tjerë. Është e vërtetë, edhe ne kemi thënë. Po ndihet edhe tash domethënë rritja e çmimeve. Sigurisht ne kemi thënë që komi detyruar se nuk kanë tjetër zgjidhje bizneset. Po flasim sepse 2 prej sektorëve
të cilët janë jashtëzakonisht të rrezikuar edhe të dëmtuar nga liberalizimi, po dhe rritja e çmimit të energjisë, është sektori i prodhimtarisë në vend, edhe sektori i startupeve. Këto janë jashtëzakonisht shumë të dëmtuara dhe jashtëzakonisht shumë të rrezikuara për të qëndruar në treg. Tjetra, kemi pasur 2 kompani të cilat e kanë mbyllur aktivitetin e tyre me një herë sapo është paralajmëruar nisja e procesit të liberalizimit, sepse ai ka pa dhonat edhe e ka pa që s'mundet me mbijetu me ato. Disa kompani të vendit tonë i kanë ndërprer e një pjesë e tyre dhe i kanë anullu totalisht investimet për zgjerim. Sepse investimi për zgjerim do të ndikonte duke filluar nga të hyrat për shtetin, se rriten, do të ndikonte në rritjen e merçene sepse do të punsonin më shumë njerëz, po do të ndikonte edhe në rritjen e kapitalit të kompanisë për të më qëndruar në treg. Dhe këta automatikisht janë anulluar. Disa të tjera janë duke i parë mundësi dhe janë ende në negociata për të investuar në përvenet të rajonit, sepse asnjë, për mos me thonë gati 100% të kompanive që janë dalë në treg të hapur, nuk kanë nënshkruar kontrata për furnizim me energji me këto kompanit më shumë se 3 muaj. Kjo ka zënë për çfarë sigurie kemi krijuar me këtë situatë, sepse e sheh për këto 3 muaj si po shkon situata, çfarë çmime po i vinë dhe në fund e sheh pastaj ban llogaritjen a ja vlen me qëndru me këtë formë, a do të marrë tash në vendim për me hek dikan për punëtorëve, a do të uli prodhimin. Dhe çka po ndodh është, në takimet që kemi pasur sidomos të kohët e fundit. Për shembull, një biznesit e ka pas çmimi ka ardhur 3500 euro në qershor, 14000, në fakt në maj ka ardhur 3500, në qershor i ka ardhur 6700, në korrek i ka ardhur 14000 euro. Po flasëm për muajt e verës. Shihni tash çfarë situate ron mund të mund të jetë në dimër. Kjo është problemi tash, sepse rrit. Sepse në gjithë rajoni vuan për prodhim të brendshëm, domthon asnjë prej shteteve të rajonit nuk ka prodhim 100% të energjisë elektrike nga themi prodhimi vendor. Duhet gjithmonë të kërkoj nga jashtë. Dhe tash në momentet që themi fillon dhe ulën temperaturat, rritet kërkesa edhe në berza për të marrë energjinë dhe rritja kërkesës automatikisht e rrit çmimin, sepse nevoja për to është e madhe. Dhe kjo pastaj ndikon. Prandaj këto ditë kanë paralajmëruar për shembull mbi 500 euro megavatit i kushton një biznesi. Llogaritë çfarë dom më i madh është për një biznes tonë 500 euro me megavatë me marrë. Thuajse e pamundur kjo. Thuajse e pamundur kjo. Megjithatë është edhe një breng tjetër që e tham qysh në fillim, ikja e trinjve zë Ahmeti. Bizneset në njëron përballen me problematikë të madhe, çështjen e energjisë, rritjes së çmimit, produkteve, në anën tjetër ka dhe mungesë të domthonë fuqisë punëtore, të cilat po ikë jashtë vendit. Sa është problematike që kjo për bizneset, që ato nëse ka mundësi të rrisin domthonë numrin e të punësuarve. Është një problem shumë i madh këtu sepse pjesa dërmuese edhe pse nuk ka një domethënë joshje të punëtorëve të ri që mbesin në Kosovë dhe të punojnë këtu te kompania. Është për shkak të mungesës së rritjes së pagave, kushteve apo për cila është problemi? Janë disa faktorë. Fillimisht, ika më e madhe e fuqisë punëtore është tek punëtorët profesional. Siç e dini, pjesë e madhe atyre kanë ikur në Gjermani. Dhe normalisht kjo është e vetkuptueshme që kompanitë tona kanë të pamundur të konkurrojnë kompanive të tregut gjerman. Ne dimë çfarë fuqie ka atje. Po edhe të shtetet e rajonit, Slovenia për shkakun siç është në të dhëna, Kroacia ose Austria kanë shumë ekonomi më të fortë dhe fuqi më të madhe ekonomike kundrejt që ka Kosova dhe është e pamundur ti për me bërë rritjen e pagave në këtë situatë, për shembull torë çmimi i energjisë 16.1%, u bë liberalizimi i tregut, po vjen faturat për 2-3 fish më shtrenjtë sa që kanë qenë para se me ndodhi liberalizimi. Domthon si ç'është më mujtaj me gjet, ka me gjetaj mundësinë për me rrit pagën. E gjon vetëm nga fitimi, se s'ka tjetër formë. Tjetër mënyrë s'ka për ta bërë ata. Kështu që këtë këto zhvillime negative që ndodhen krijuan që të pamundësinë për mi mbajt punëtorët për me nejt në vend. Dhe shka është situata tjetër është se ne për vite të tëra një për kërkesave dhomës ka qenë që duhet me pasë një komplementim në mes të kërkesave që i ka tregu dhe ato që i ofron arsimimi. Sepse Kosova nuk ka kapacitete të përballoj për shembull 500 ekonomista në vit midal ose 500 jurista. Tamam, ideja ka qenë me pas një bashkëpunim më të mirë. Secili universitet që është hap tash llogaritë. Ka universitete publike, po kanë filluar edhe private ta bëjnë njëjtë çështë. Ka fakultetet juridike, ka fakultete ekonomike, plus edhe ato që i thotë private. Prandaj ky është problemi i madh. Domethënë këtu ministria nuk ka qenë fare bashkëpunuese
me neve dhe me sektorin këtë rast ekonomik për të gjetur këtë komplementimin e kërkesës që ka tregu. Sepse tani është e pamundur biznesi me situatën aktuale dhe sidomos me ligjin aktual të punës që ta marrë një të ri, ta trajnoj atë, ta bëj gati për një punë me kry një proces punë dhe i cili mas 2 javë del nga ja punë. Kush ja pagun biznesit kostën? Është problem shumë i madh. Ne për shembull një prej kërkesave tona ka qenë edhe vazhdon me mbet për shembull që duhet bëhet një rishikim i tërësishëm i ligjit punës, të gjejmë një mënyrë ose për shembull ka kërkesa për shembull po duhet shumë problem ta zëm punëtorë që po dalin në pension në gjatë 5 vjet. Gjendja atyre themi në kuptimin fizik dhe psiqik është në rregull. Ata mund të vazhdojnë edhe më shumë të punojnë. Veteranët e luftës nuk mundën me hinë punë sepse s'mund të marrë pensione. Ata janë në gjendje të shumë prej tyre edhe që kanë qenë punë kanë lënë punën sigurisht edhe punojnë pa letra. Sidomos pa letra janë të punuar më shumë. E kjo është problema. Këtë janë çështje që do lidhen me shtetin. Sepse ata duhet me gjetë çdo zgjidhje. Në vend se mu gëzu që themi një veteran po absolutisht sepse edhe ashtu pensionet i kanë të vogla. Ka qenë nëse nuk gaboj, ka qenë një nismë, por nuk e di pse nuk heci përpara. Nëse s'gaboj për të ndryshuar ligji aktual, është nismë e mëshme. Po s'ka pas por që s'ka gatishmëri të përkrahur nga partitë politike. Nuk ka gatishmëri. Pse? Po kjo është problemi, prandaj po them, nuk ka gatishmëri. Sepse prap do të fitonin në shtet, domethënë duke kontribuar ata përmes pagave të tyre. S'ka dilemë. Kjo leçi janë mira vetë. Shteti fiton në shumë mënyra këto. Sepse shteti i hek pi barrës vet themi të rinjt ose persona të cilët po kërkojnë punë. Kur ti ja mundson një shpenzimet që i bën një biznes për ta bërë trajnim një të riu i cili s'ka asnjë ditë përvoj punë dhe i merr disa masa për me mbrojt pra biznesin që ai riu kur e ka kryer çat trajnim do të menaj të një kohë me dhënë kontributin e tij aty brenda siç ndodh për Gjermaninë shumë vende tjera është i njëjta gjë. Domthonë me gjetë një mënyrë, sepse ne nuk kemi nevojë kurrë me zbulu. Janë praktikat e ndryshme që mund t'i marrim dhe t'i shohim, t'i komplementojmë në këtë ligj. Domthonë ne kemi dhënë propozime se si mundet të ndryshu, cila është praktikë e mirë, kemi kallëzu se kemi komunikim me shumë organizata në shtete të ndryshme, qoftë rajonet edhe të Evropës, cilët kemi marrë praktikat e tyre me pasë si funksionon kjo punë. Edhe kemi gjetur ato që janë më të mira për vendin tonë, për ekonominë tonë dhe për vetë punësimin me bën zgjidhje të tilla. Sot shumica në shkolla profesionale nuk janë mirë të funksionalizuara. Shumë prej tyre nuk mundën me gjetë punë kur ta kryejnë aty. Domthonë që kjo është ideja e çasaj ndërlidhjes ose komplementimin mes të arsimimit dhe në anën tjetër të vetë. Do të thotë kjo shkputja mes bizneseve dhe shkollave sepse shumë prej tyre shkojnë edhe kryejnë praktikën në shumë biznese, por që nuk ndalen pastaj për aty ose ndoshta mund të jetë po them kështu, po supozoj që mund të jetë edhe përdorje e aty në studentëve nxënësve që të kryejnë pa parë, themi kështu, pa u pagu. Pjesa dërmuese e bizneseve të mëdha normalisht respektojnë ligjin dhe sipas ligjit ja japin edhe pagesën për angazhimin që ka bërë studenti aty. Po një telashe kështu që është për shembull ka raste ku ta zëm për shembull pa i pas me 16 vjet për shembull po duhet ligje ose leje shumë speciale me marr për me leju një të riu për me punu. Nështë puna që e bën aty nuk është çaçeronca për me penguar 16 vjeçarin për me punu diçka. Atë mundet për shembull me punu në administratë, atë s'ka më bëhet kuxhoran, ku me punu për çat punë që e ka me ose krye për administratë për shembull, ose krye në shkollë, po dal me shku ta zëm fakultet për administratë dhe atëherë ka një mundësi të mirë që ai edhe përgatitet për me shku në fakultet sepse që thëjmë ne e prek punën me dorë siç duhet për çat profesion, po në anën tjetër ka edhe një përfitim të mirë dhe ka edhe mundësi dhe shumë prej tyre edhe themi e lajnë një vend të mirë aty për të ardhmen me pas një vend punë aty me kërku. Domthonë ne kemi telashe, tash kemi mungesë të madhe të edhe vetë ekspertë dhe ka shumë kompani të cilët nuk po arrin me gjetë në Kosovë ekspert ose themi makinista, punëtor të ndryshëm, inxhinier të ndryshëm. Dhe për shembull një prej kërkesave ka qenë shumë biznese kanë gjetur në vendet aziatike. Kanë dashur me marrë dhe qeveria jonë ka në një farë mënyrë nuk ka qenë e gatshme. Kemi pasur disa diskutime për këtë çështje. Disa kemi pasur kërkesa për me bënë zgjidhje me të kaluar këtë situatë dhe fatkeqësisht qeveria jonë nuk ka qenë e gatshme për me bashkëpunu, për me bënë një zgjidhje në mënyrë që ne të mundemi me ofru, sepse ka shumë punë ende ka të ri në Kosovë, të cilët janë fuqi punëtore, po fatkeqësisht nuk kanë një përvojë puna.
Dhe kjo pastaj po e step, të bazu këtu që i thash më herët, po e step një biznes për me monitëri me punësu, sepse ai po e merr përvojën këto dhe po i kesh venet dhe po shembulon pastaj. Nuk ka siguri që ai do të më drejt. Kam një pyetje të fundit kushtrim në këtë raportin që me cilin edhe nisëm bisedën është para po ose është përfshi edhe burgji publik i Kosovës, domethënë publik edhe privat në fakt, është 4.43 miliard. Sa është kjo e lartë për një vend si Kosova, të ketë një burgj kaq të lartë publik edhe privat? Në aspektin e burgjit publik, Kosova ende mbetet vend që ka mas pak të burgje në rajon, megjithëse kërkesa ta quajmë kështu për kredi është e madhe, sidomos këto kredit investive. Po fatkeqësisht ne këto vitet e fundit kemi pasur jashtëzakonisht të lashta edhe me ato kredi investive që i kemi pasur të mëshme. Ju dini shumë mirë, kemi pasur rrugën për Pej, e cila u blloku për një kohë gjatë, ku fondet ishin të bergjit, e kemi disa herë tu shtyje përfundimi i Hekurullës deri në Han të Elezit, që është prap kredi investive që ka marrë Kosova nga bergji, e kemi rrugën e famshme për Mitrovicë, e cila s'po dihet më fundi kur është, kemi vonesat jashtëzakonshme që janë në rrugën për në Podujevë, kemi autostradën e cila për Gjilan, e cila asë s'ka dihet më fare domethënë edhe në histori. Ka qenë dorë në 2023. Absolutisht, dhe s'është askund në punë. Këto janë dome shumë më që krijojnë ekonomisë. Domethënë ne kemi nevojë, domethënë ideja është nëse marrim ne, hajde të marrim për projekte që Kosova nuk ka nevojë me bën shpenzime nga buxheti i vet, por këto janë projekte që janë shumë të mira. Ata zon për shembull me ndërtu termocentrale ose në formë tjetër të prodhimit të energjisë. Pse mos ta bëj shteti? Derisa kemi ne kapacitetin e vogël ose ta bëj gjysmë me gjysmë privat, gjysmë shtetëror. Slovenia për shembull është një prej shteteve që kemi pak më afër këtu që ka një përbërje jashtëzakonisht gjatë në partneritetin publiko-privat. Atje shumica e kompanive dhe publike janë të ndame me aksione, për shembull ku një pjesë të madhe të aksioneve i mban sektori privat dhe pjesën tjetër e mban shteti. Andaj pse mos ndjekim ne edhe forma të tilla të cilat kishim mujt me pas në ndikim të jashtëzakonshëm, siç e shihni jo, pjesa dërmuese e ndërmarrë publikun në Kosovë janë në gjendje jashtëzakonisht të vështirë, ku më shumë shteti po duhet të mbajtë në buxhet saqë po mund ata me mbajt veten. E në anën tjetër shërbimet e tyre janë jashtëzakonisht të varfra, për të mos thënë fare jashtëzakonisht të dobta. Domthonë kemi një hapësirë për me rrit borxhin publik, normalisht jo duke kesh përdor atë, po borxhin publik me rrit, sepse po për të kryer punë për të gjithë çështje. Sigurisht, sepse mos investimi i qeverisë po shkakton të lasha, sepse shumë kompani varen edhe nga të hyrat i marrin një pjesë të madhe edhe nga projekte të ndryshme. Ka kompani shumë ndërtuese të cilat s'ka ti të çka më asë, domthon me çdo punë që merret, domthon i merr mjetet ose përfiton nga investimet publike që janë. Sepse tash situata është edhe problematike tjetër, ka një numër i madh kompanive në vendin tonë të cilave janë të përballura me borxhe jashtëzakonisht të mëdha nga komunat, sepse ja ka marrë përmbaruesi paret për shkak të kontratës kolektive dhe ja ka blloku fondet, ose ki raste sidomos Prishtina për shembull, ku ka një numëri të madhe të borxheve ndaj kompanive të ndryshme, të cilat kanë kryer shërbime për komunën dhe nuk ja ka dhënë mjetë shkaku se nuk e ka arrit me miratu buxhetin në komunë dhe ky buxhet tash ka meti bllokuar, qeveri nuk ke, vend nuk ki për me bën. Edhe me gjasë nuk po shihet sepse e në anën tjetër që dy seanca janë dy të sigurisht, e në anën tjetër kemi një shqetësim jashtëzakonisht madh që duhet gjithsesi ta ceki, është sepse njëra anë biznesi po kryen shërbime, po lëshon fatura për shtetin, shteti s'pe e parë, e në anën tjetër po i gjuhet ATK-ja duke kërkuar pagesën e atyre taksave, duke i dënuar, madje kemi raportime që këto ditë e fundit ka dhe që po i rrisin themi normën tatimore ose normën e dënimeve nga 10% ka rritur disa tjetër me kamata ka rritur në 30%. Domthon si është e mundur tash nëse shteti s'po më jep më parët e ana tjetër e shtetit po më kërkon parët, çfarë logjike ka kjo? Domthon na një çështje që kemi kërkuar për shkakun ka qenë që pagesa tatimet bëhet në momentin kur i dalin zotnis mjetet. Si është e mundur? Ai lëshon faturën, po shteti s'ka dhënë parët. Vonohet në pagesa shteti. Absolutisht, vonesa në pagesa shkakton probleme pa mundësi për me pagu tatimin në kohë dhe automatikisht ato ka mezi po prat me bë dënime. Që është në dëm të biznesit. Shumë dëm i madh është, shumë për situatën është shumë dëm i madh. Kushtem faleminderit shumë që ishe sot në InfoD. Kënaqësi. Shikues nderuar, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për sot. Ne do të shihemi sërish nesër e ju qëndroni me programet e DTV Media.